është edhe me forcën e argumentit, ndërsa e kanë futur numër 8 në listë Emir Rahmanin, i cili ka hedhë vrerë, i ka shra, e ka ofendu liderët e PDK-s se këtë PDK-n kështu me radhë. Kështu që për këtë absurd i le ata të shpjegohem, ndërsa unë dëshiroj që keme qenë episodin mbyllën dhe vazhdojmë tutje pas 28 me Aleancën. Me këtë energji tash je në AK. Po njësoj. Se Aleanca. Po si që tash, Haris, identitetin politik është ndërtu rrëth vlerave të luftës, rrëth UÇK-s, rezistencës dhe komponentës së shtetë ndërtimit. Tani, shtrati ideologjik i PDK-s dhe i AK-s se kanë siguar dhe në emisionet tjera nuk ndryshon fare në këtë kontekst, sepse e ka shtyll aspektin pro-perëndimor, pa ekuivok, e ka shtyll seriozitetin institucional dhe shtetë ndërtues dhe respektimin e vlera dhe të sakrifica. Dhe unë jam në koherencë të plot me këto tri vlera. Kështu që nuk ka ndodhur kurfar ndryshimi i madh, shto këtu, kjo është aspekti racional, ndërsa aspektin kështu emotive dhe të respektit e kam, sepse si që kam thënë edhe në disa emisionet tjera, për mu Ramushi dhe Dauti janë figura historike të jashtëzakonshme kyçe të ushtrisë shqiptare të Kosovës, si që kam quajtur Adem Jashara të gjallë. Qysh po sheh pozicionin e AK-s tash si pjesë e këtij subjekti, duke krahasu me rezultatin e shkurtit? Me një koalicion të përbashkët me nismën socialdemokrate, tash si subjekti vetëm në garë. Është më mirë, tradicionalisht, tash unë edhe pak po flasë si pavarur, jo si AK-s, edhe pak dit, po jep si një opinion time, kështu jo partijak, unë e kam vrejtë kur s'kam qenë në AK, se tradicionalisht AK-ja, kur është fut kështu koalicioneve, pëse dë limaj e tjera, nuk ka pas performancë të mirë në teren, për shkak që elektorati, si duket, nuk e ka këtë lloj shije, sepse po tash shqoni në zgjedhjet komunale, e pa sa komunona e fituan dhe për 90.000 vota, kurse tash, kësaj radhe, energjia është jashtëzakonisht pozitive, lista unë mendoj që është gjithë përfshirëse edhe është më e mira. Se them pse jam në AK, po e krahason me partitë e tjera, profesionist, doktor shkencas, njerëz me eksperiencë institucionale, po gjithsesi pjesa e kombëtarizmit është aty. Dhe tjetra, më falë nëse mundem edhe këtë. A kuptoni kur e ke edhe në listë, do thotë një lider si Ramush Haradinaj, për të cilin unë mendoj që është i vetmi në skenën politike. I vetmi në skenën politike, i cili ka kompetencën edhe politike, edhe diplomatike, por edhe besueshmërinë strategjike të aleatëve tonë perëndimore, sidomos të SBA-s, me rikthy Kosovën në kursin e duhur nga izolimi që ka bë Albin Kurti. Sepse e dini ju, po e them edhe unë, është obligim me thonë çdo natë paraqytetare, i vetmi Ramush Haradinaj i ka ato raporte të jashtëzakonshme në Pentagon, në Departamentin e Shtetit, në rrjetet e sigurisë, për çka konfirmoi Rubini kur tha me CIA-n që kanë bashkëpunuar etj. Dhe kjo është konfirmuar edhe momentin kur ai ka bë ushtrinë e Kosovës. Që ne mund t'i rikthejmë ato që po quhen raporte të dëmtuara, po në anën tjetër edhe vetë Kurti e tha që me Amerikën raportet janë mirë. Shiko, Kurti jeton një paralele tjetër, ata që ka mujtë të hipnotizej, ka hipnotizu, po njerëz po i kthejnë realitetit, sepse nuk po jeton më qytetari me propaganda dhe me ëndra, po dën ta shef realitetin. E vërteta që Kurti kur s'ka shkel në shtëpinë e bardhë, po ka bërë disa takime